Miqtë e mi, ja tek ritakojmë sërish në këtë të shtunë orën 18:00 këtu në podcastin tim Kohë për Reflektim, ku ditën e sotme do të kem sërish një figurë të shquar të artit shqiptar. Kam deri dhe kënaqësinë dhe falenderoj njëkohësisht që pranoi ftesën për të qenë pjesë e podcastit tim Kohë për Reflektim, mjeshtrin e madh Sokol Marsi. Kënaqësi, privilegj që të kam ditën e sotme i nderuar zoti Marsi. Ndjem vërtet i privilegjuar që ju nuk hezituat kur unë ju dërgova ftesën për të qenë pjesë e podcastit tim. Edhe një herë faleminderit dhe mirënjohje për ju. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Sokol, ditën e sotme ne do të ndalemi tek rrugëtimi juaj, jetës tuaj artistike dhe deri më gjerë, deri tek koha aktuale që ne jemi sot, tek muzika që dëgjohet sot nga të rinjtë dhe të rejat, gjithashtu edhe tek tabani popullor, tek muzika që mund të ta quajmë edhe ajka e kombit shqiptar, për vetë vlerat që ajo depërton tek çdo individ i saj deri dhe më gjerë, që kohëve të fundit gjithashtu është bërë edhe pjesë e kinematografisë të Hollywoodit. Do ndalim pak më vonë tek kjo pjesë, përfitoj nga rasti që ju kam ditën e sotme, pasi ju prej kohësh jeni edhe drejtues i ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, ndaj të falenderoj që do bëjmë një bashkëbisedim të këndshëm së bashku. Sokol, ju e keni nisur rrugëtimin si kompozitor dhe është profesioni juaj që ju ka bërë të vlerësuar dhe që ju zotëroni dhe urdhrin mjeshtri i madh që është dhënë nga Presidenti i Republikës, dhe ju e zotëroni këtë urdhër. Dhe urdhri që është dhënë ju mjeshtri i madh ju është dhënë për vlerat dhe kontributin që e keni dhënë në muzikën, le ta quajmë të lehtë, se ju gjithashtu edhe shkruani, se unë ju ndjek vazhdimisht, por për ju Sokol, çdo të thotë që një artist vlerësohet nga populli apo vlerësohet edhe nga shteti ku merr dhe dekorata dhe urdhre nga Presidenti i Republikës, ashtu kurse ju është dhënë edhe ju. Faleminderit për ftesën, edhe të mundohem që në bisedën tonë së bashku të jem sa më konkret, i vërtet sigurisht, dhe të themi ato që realisht kanë përbërë gjithë, le të themi, aktivitetin tim artistik. Ju e niset nga titulli, në fakt unë do preferoja ashtu siç kam preferuar gjithë jetën, gjithë aktivitetin tim, ta filloja nga puna. Sepse titujt janë, le të themi, janë vërtet është një vlerësim, por që është një vlerësim në letër. Në fakt artisti vlerësimin e vet e kanë në skenë, e kanë në publik, e kanë në veprën që ai ka bërë dhe në veprën që, le të themi, përjetësohet pasaj në kohë. Kështu që unë mendoj që për të qenë një artist i suksesshëm, për të qenë, le të themi, për të vendosur atë emrin tënd në murin e madh që ishi përbërë nga gur nga artist, gjatë gjithë kohës duhesh që të kesh qenë një njeri me vepra të suksesshme, pra duhet kesh lënë diçka. Mendoj, sepse akoma nuk mund të them dhe të vendos një vull që unë jam pikërisht njëri prej atyre që kam bërë gjithçka ose kam arritur gjithçka në aktivitetin tim, sepse ndryshe pastaj i bie që ta mbyllja këtu, por sigurisht që arti dhe profesioni është i gjatë. Por mendoj që jam munduar që gjatë gjithë aktivitetit tim qysh në fillimet e mia të hershme, edhe deri më sot në detyrat të ndryshme apo dhe në aktivitetin tim personal, jam munduar që të jem shumë realist. Kryesisht më karakterizon modestia, nuk jam një artist që, le të themi, bërtas, nuk kam bërtitur kur, thjesht e kam menduar, kam pasur një motiv në jetë. Për të qenë i suksesshëm duhet të bësh një vepër. Kjo mjafton që të jetë një miniatur, apo mjafton që të jetë edhe një vepër e madhe, pastaj koha do ta konsideroj. Por ti mjafton që të bësh gjën tënde sipas mënyrës tënde, ashtu siç ti e mendon, duke dhënë, le të themi, gjithë talentin tënd dhe punën tënde. Kështu që mua kjo më ka karakterizuar dhe ky jam. Kështu që titujt pastaj, le të themi, është si rrjedhoja e aktivitetit, sigurisht që e vlerësoj shumë, patjetër, sepse në fundit janë vlera që ato mbeten, por
flas edhe një herë, gjithmonë kam dashur që të jem realist, jem konkret në gjërat e mia dhe të flas me punë, të flas me vepra. Pa në rastin e një bashkëbisedimi do isha shumë i dëshiruar që të isha konkret për ato që dua të them ose për ato që duhet të them. Të falenderoj vërtet shumë. Si keni rënë ju në kontakt me fushën muzikore? Keni pasur ndonjë trashëgimi, le të themi, nga prindrit tuaj, nga gjyshrit tuaj që më pas u bë Sokol Marsi, morët pikërisht një rrjell që çoi drejt kompozimit? Po. Sigurisht që për të qenë, le të themi, për të përfshirë në rrugën e artit, kërkohet një shtytje, kërkohet ndoshta dikush, një familjar apo një njeri që mendon sepse ti ke në ato hapat e parë ke shfaq talent dhe ky talent ndoshta një ditë mund të përkthejë dhe mund të bëhesh një profesionist i vërtet. Kështu që në hapat e parë un kam pasur një shtys shumë të madhe, Timat, i cili dhe ai ka qenë një artist, ka qenë këngëtar. Un kam lindur në një qytet shumë të bukur. Le të themi, për mua është qyteti më i bukur në Shqipëri, në Vlorë, vi nga Vlora dhe aty jam rritur, aty jam formuar në hapat e mi të parë, pastaj derisa kam vazhduar shkollimin në Tiranë. Dhe Imat ka qenë njeriu që gjithmonë ka pasur lidhje të ngushta me këngën dhe ka dashur që unë të bëhesha muzikant. Më ka shtyr gjithmonë, më ka drejtuar në ato kurset që kanë qenë në ato vitet para 90, kur unë isha fëmijë, duke filluar me instrumenta, kryesisht në fillim ka filluar me fizharmonikën edhe pastaj me pak piano, dhe Imat gjithmonë këmgulte që unë gjithmonë, domethënë, të drejtohesha në rrugën e artit dhe mos të profilizohesha, pavarësisht se kisha edhe shumë jo dëshirë, po le të themi kisha premisa edhe për të shkruar. Pra, në një farë mënyrë mund të kisha marrë edhe rrugën e gazetarisë. Në një farë mënyrë, sepse kam pasur qysh i vogël një penë të fortë. Po, jo edhe shkroni, ndaj jau. Po, sigurisht, pastaj kam. Keni dhe në kompozimin tuaja ju Sokol, keni dhe tekstet tuaja. Po, kam shumë. Të disa këngëtarëve që janë të njohur, unë ju kam ndjekur zakonisht, dhe ndaj u bëra dhe këtë perifrazim në fillim. Sokol, në çfarë moshe keni qenë ju kur ju keni kompozuar këngën tuaj të parë? E mbani mend? Kam qenë, po e mbaj mend shumë mirë, kam qenë 16 vjeç. Kam qenë në lice, studioj në lice, edhe kisha ato dëshirat e mia të para rreth kompozimit. Dhe një ditë bukur mendova që, si çdo, le të themi, unë isha një adoleshent atëherë. Mendova që kisha bërë një këngë, kisha një motiv në kokë, ula në mënyrën time e shkruajta në partiturë, thjesht një melodi të thjeshtë, dhe thash, po sikur këtë këngën unë ta dërgoj në një, atëherë Radio Televizioni Shqiptar zhvillonte festivalin e fundjetorit, por kishte edhe një anketë muzikore e cila ishte e përjavshme mujore në Radio Tirana. Atëherë kishim radio që dëgjonim edhe mendova, po sikur ta dërgoj unë këtë krijimin tim. E mora, e postova, bukur, e futa në zarf, nisa redaksisë e Radio Tiranës këtu. Por e gjitha kjo ishte, domethënë, le të themi në mënyrë personale me vullnetin tim, pasi nuk e dinte askush, as nga familja ime, por as edhe nga pedagogët nga shkolla ku unë shkoja, nga liceu. Dhe kaloj, mos gaboj, një 2 javësh, edhe më vin një përgjigje po përgjigje e letrës, sepse unë e kisha shkruar Sokol Marsi, liceist, liceu Naim Frashi, Vlorë. Përgjigja më vin në shkollë nga redaksia e Radio Tiranës, dhe në ato vitet, ishin vitet tilla, domethënë erdhi një zarf në aty tek dezhur një shkollë, se me rajç si ka mundësi që le të themi një nxënës i pas ka ardhur një letër nga Radio Tirana, çka ka ndodhur. Dhe letrën nuk ma jep mua, po ja jep pedagogu tim. Edhe i thot, kjo është për nxënësin tuaj, thot, po shikojnë shnerë. Pedagogu im e merr hapi, e lexon, edhe më thret, thot, hajde pak, thot, ore, thot, pamëthën, thot... Ju ndërkohë nuk ishin në ndjeni që kisha ardhur? Nuk isha ndjeni që kishte ardhur përgjigje. Më thot, ku ke shkruar një letër ti? Shku, mendoj,
ndonjëherë pak pastaj me njerë e mendova që ndoshta bëhesh fjalë pikërisht për letrën që kisha nisur Radio Tirana. I thash, më fal profesor, ka ndonjë problem? Jo, tha, po më thuaj, tha, ku ke shkruar? Po, i thash, u tregova një sinqert, kam shkruar një letër. Po çka ke shkruar në letër, tha, sepse faktikisht letra ishte thjesht ishte një përgjigje. I thash, kam bërë një këngë dhe mendova, thash që mund ta dërgoja në anketën muzikore të Radio Tiranës. Po që këngë ke bërë, tha, po ti mbaro shkollën njerë, tha, për lëre këngën, tha, ka ngel këngë, tha, ta bësh ti, tha. Mbaro mër djallë, tha, shkollën aty, tha, shko studio, tha, në instrument aty, tha, lëre këngën. Të në vërtetën, i thash, po mirë se letër mund ma jep një, thash, të di përgjigjen, se s'kisha letrën e më ndej. Nuk kam për të ta dhënë letrën, tha, pasaj tha, me gjitha ja, po ta them përgjigjen, tha, thot, tha, falemderit shumë, tha, që e keni marrë këtë iniciativë, po do t'u lajmërojmë vetë, tha, sa po të kemi diçka për ju, kur të mendojmë diçka për ju, redaksia e Radio Tiranës. Edhe më erdhi mirë që kisha një përgjigje, po edhe u pezmatova se përgjigja si ishte pozitive. Në të njëjtën kohë që pedagogu im e mori si një shenjë që unë po devijoja pak nga instrumenti, nga shkolla dhe po filloja po merresha me krimtari dhe me këtë. E thash, mirë profesor, t'ja fjalën i thashun që derisa të mbyll shkollën, nuk do të bëj më këngë, i thash, do t'i përqendrohem, i thashun, instrumentit. Ashtu vazhdoj. Ajo ishte kënga ime e parë që u nis në letër, mbeti në letër dhe nuk e pa, le të themi, dritën e skenës, por pastaj sigurisht që unë e kisha të brendshme këtë pjesën e krimtarisë dhe në momentin e parë pastaj sa ndola nga shkolla dhe vazhdova erdha në Tiranë, pastaj vazhdova krimtarin, fillova duke u përshtatur në një studio muzikore, ishin ato studiot e para sa ishin hapur të regjistrimit, aty pastaj krijova një shoqëri, një miqësi me që sot unë kam koleg, artist shumë të mirë të asaj kohe, duke përfshirë Elton Deda, Markelen Kapedani, ka qenë një brez Shpëtim Saraçi e tjerë, që filluam që merreshim me aranxhime muzikore, me regjistrimet në studio, u kryuan këto koneksionet, këto njoftjet e para me artistët, me këngëtarët, dhe pastaj ajo dhe më ndihmoi, ajo studio më ndihmoi për të pasur kontaktet e para, drejt pastaj krimtarisë, drejt themi krimeve të mia të para, pastaj që të vendosura në skenat e festivaleve dhe në vazhdim. Kjo ka qenë në vija të përgjithshme, thërë një rrugtim i shkurtër. Meqense ju e cekët pak të pjesën, nuk do ju lë pa e bërë të pyetje. Patjetër. Fabula e asaj këngë që ju kishit dërguar tek Radio Tirana, cila ishte? Ishte kënga mbaj mend shikoj yje dhe shpresoj, domethënë se nesër do të jetë një ditë e bukur. Pra ishte një këngë që fabula e këngës ishte në lidhje me shpresën, me të ardhmen, sepse mosha ime ishte adoleshant atëre, por nuk ishte lidhje nuk ishte temë dashurie, kjo është e sigurt. Ishte thjesht temë për shpresën, sepse edhe them drejtën, edhe kur e bëra, domethënë mendoja që temë dashurie akoma se si do ma marrin, se si do ma lexojnë redaktorët atje, do mendojnë që po ky në këtë moshë, domethënë ka përcyer në fabulë, edhe u përqendrova pjesë tek pjesa e. Keni qenë goxha i pjekur zoti Marsi. S'ka lidhje me pjekurin, ka lidhje pak me strategjinë. Që çfarë do të rëzoni tek Radio Tirana në ato kohë. Më pas ju lat Vlorën, ku keni kaluar një pjesë më të bukur të fëmijërisë tuaj, ku jeni njohur fillimisht, le ta themi, dhe me pjesën e rrajes së detit pas brigjeve me valë muzikore. Jo rafjes, po do të thosha, mbaronim shkollën, edhe unë fatmirësisht edhe shtëpinë ku banoja e kisha 3 minuta në këmbë larg bregut të detit, edhe hidhnim çantat, edhe gjithë pjesa e lojës e mbas ditëve zhvilloi në breg të detit aty në Ror, kështu që e kuptoj që keni nostalgji për këtë pjesë, por pyetja ime e radhës për ju është që kur ju lat Vlorën dhe erdhën në Tiranë, si ishte Tirana atëherë? Kishit frikë për të ardhmen tuaj? Kishit frikë nëse
nuk do ishit ai që mendoni do kompozoni një këngë të bukur, do arrinit për shembull nivelin e Tishdais. Ka qenë idhulli juaj Tishdaia? Shiko, periudha ku unë kam lëvizur nga Vlora në Tiranë është pikërisht ajo periudha post viteve 90, vitet e para, të cilat ishte neve edhe sistemi ndroi. Pra, kaluam nga sistemi i proletariatit kaluam në pluralizëm. Dhe në atë kohë gjithçka ishte, le të themi, fluide, gjithçka fluturonte, sepse ishin ato hapësirat e para. Dhe mosha ishte e tillë dhe mua më dukesh tamam sikur gjithçka fluturonte. Sigurisht Tirana ishte një hapësirë tjetër nga Vlora, i cili ishte një qytet shumë i bukur, por që ishte gjithsesi në ato konturet e veta, çdo gjë ishte, le të themi, me kufi edhe përpos moshës time. Kurse Tirana kishte hapësira të tjera dhe këtu fillova që direkt që të njihja njerëz të tjerë, si me thënë artist në këtë rast, dhe e gjeta veten, domethënë pikërisht në momentin e dur, me njerëzit e dur, dhe kjo realisht është, le të themi që është edhe një fat i njeriut në jetë. Pra ti je në momentin e dur, të njohësh njerëzit e dur dhe të ecësh përpara. Dhe mua ndoshta më ndodhi kjo. Dhe pikërisht u njojta me njerëzit e dur, shoqërohesha me njerëzit e dur, edhe pse koha ishte shumë e vështirë, sepse siç thashë, sapo kishte rënë sistemi, gjithçka ishte e hapur, domethënë le të themi bësh gjithçka për gjithçka në Shqipëri dhe kryesisht Tiranë. Por mua më interesonte muzika, mua më interesonte pjesa e artit, e kupton, edhe u mbeta aty, le të themi si i themi në Shqip që i u qepa mras atij vagoni, i hypa sipër edhe thash unë me këtë vagon do të shkoj deri në fund ku të ndaloj. Dhe më rezultoi që, domethënë, le të themi, i suksesshëm në këtë rast. Kështu që këto kanë qenë fillimet e mia të para, një jetë shumë dinamike, kuptohet, se mosha shumë dinamike, madje kur kujtoj veten atëre unë, domethënë, nuk kisha uri për të punuar. Kur them uri për të punuar, në lidhje me regjistrimet, me të ndendurit në studio, orë pa orë, të panumëruara në studiot e regjistrimit me artistë të ndryshëm, nuk e ndjeja lodhjen kur, sikur një këngë mund ta regjistronim edhe 5 edhe 6 herë, ta bëjmë edhe një, ajo vazhdonte pafund dhe unë përkundrazi gjeja jo vetëm kënaqësi, po kërkoja që çat gjeja akoma për të përmirësuar. Kështu që ishin vërtet kanë qenë vite shumë bukura të arta dhe do të thosha pikërisht në atë disnivelin e kohëve. Pra ishin dy kohë të ndryshme, vinim nga një kohë izoluar në një hapësirë krejtësisht tjetër, krejtësisht të lirë, ku njeriu pastaj përpiqet që të gjejë, domethënë në ato hapësirat e veta kërkojnë që të gjejë atë fronin e vet për të qëndruar. Meqense unë dalëm pikërisht tek pjesa që kur erdhët në Tiranë, po thoj se jeta juaj ishte ndarë në dy periudha, nëse më lejon ta quaj kështu, në periudhën e viteve të komunizmit dhe më pas në demokraci. Fati juaj i mirë ishte që erdhën në Tiranë, shpalos talentin tuaj akoma edhe më shumë në një dimension shumë të gjerë, ashtu sikurse ju edhe cituat, por pyetja ime për ju është që për fushën e artit, më mirë ka ndikuar periudha e kohës së komunizmit apo demokracia? Shikon, mua tek unë vitet e komunizmit, le të themi para viteve 90, ka qenë formimi në adoleshencë. Si thënë, fëmiria dhe adoleshenca. Sigurisht që ka marrë një relativisht një edukat shumë të mirë nga familja, sidomos kryesisht për të punuar, për të studiuar, dhe pastaj pjesa pas viteve 90 ka qenë, le të themi, formimi im i tur. Pra, atëre, mbas viteve 90, kur flas në moshën që më kapi rinia, 20 vjeç e tutje, aty unë fillova që realisht të shikoja atë targetin se unë ku doja që të shkoja, çfarë doja që të arrija dhe si duhet të arrija. Dhe gjitha kjo ka qenë një kalvar, një rrugë e cila si ai shtektari në natë që shikon një yll, edhe pse qielli mund të ketë miliona yje, ti shikon një dhe i shkon mrapa atij.
për gjetur destinacionin, le të themi. Edhe unë ashtu isha, domethënë e kisha vënë qëllim në vete që do ta ndjek rrugën e artit, sigurisht që tashti në qoftë se le të themi njeriu nuk ka brenda, nuk ndihet shpirtërisht, le të themi artist, nuk ndihet emocionalisht I tillë, sigurisht që vjen një moment që ti kthesh mbrapa se thua nuk jam për këtë punë, mund të bëjmë një inxhinier apo një financier apo unë e shikoja veten totalisht, e ndjeja që domethënë gjithçka imja përfshihesh brenda emocionalisht, shpirtërisht dhe kisha shumë nevojë për t'u shprehur. Kjo më krijonte këtë mënyrën, këtë hapësirën e të krijuarit, e krijimtarisë, pra të shpreja atë që ndjeja dhe kështu ka vazhduar pjesa e dytë, le të themi, e jetës time, e rinia, ku aty pasaj filluan edhe krijimtarit e para, filluan bashkëpunimet e para në për festivalet e këngës, në për festivalet e fëmijëve, pasi unë, le të themi, kam lëvruar në të gjitha gjinit e muzikës, si muzikës lehtë, si muzikës për fëmijë, pastaj edhe kësaj tradicionale. Keni qenë pikërisht si ajo bleta që keni qëmtuar lule më lule për të mbledhur nektarin më të mirë. Cili ka qenë, ose cili vlerësoni ju që ka qenë bashkëpunimi më I mirë me këngëtarin e kohës, flasim? Kam pasur të shumë tash, në qoftë se do të veçoja emra, nuk dua që le të themi që të mbetemi te emra, sepse pastaj jemi kolegë, jemi miq të mirë, edhe dikush do thotë po mendon që po pse kjo imja nuk është e bukur apo, por do të veçoja, sigurisht do të veçoja ato që kanë qenë, le të themi, kulme brenda karrierës, brenda aktivitetit tim. Për shembull, një nga bashkëpunimet e mia mbreslënse ka qenë pjesëmarrja ime për herë të parë si autor me Aurela Gaçën dhe Shpëtim Saraçi në Eurovision. Sigurisht ishte është një nga kulmet e karrierës për një artist, pjesëmarrja sepse ti realisht nuk përfaqëson vetëm veten, por aty përfaqëson një kombë të tërë dhe pesha që ke, le të themi, mbi shpatullat e tua të vogla është shumë e madhe dhe por I tillë është edhe emocioni. Pra, mund ta veçoj këtë si një nga kulmet e karrierës, po kështu pastaj kam qenë sërish si autor po në Eurovision prap me Helaj Dadanin, edhe kjo ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Kam eksperjenca tilla, pastaj kam qenë në disa junior Eurovisione si autor, por e bukura nuk ka fund. Nuk dua të përjashtoj sepse kam pasur në karrierën time, në aktivitetin tim krijues dhe artistik, kam pasur shumë bashkëpunime edhe me këngëtarë të traditës, të muzikës tradicionale, të muzikës popullore, folklorike, dhe dua që dhe I kam gati kam krijuar një simbiozë që midis muzikës lehtë dhe muzikës popullore. I kam pasur gjatë gjithë edhe kur nuk kam qenë në pozita të tilla, edhe kur nuk kam, si më thënë, nuk kam pasur mundësi që të drejtoja grupe artistike të muzikës popullore apo folklorike, unë kam krijuar, kam orkestruar, kam bërë produksione të muzikës popullore, kam bërë përpunime shumë të muzikës popullore, të pjesëve instrumentale, pra gjithmonë më ka trequr dhe më ka mbajtur edhe pjesa e folklorit, më ka inspiruar për më së shumti. Aq më tepër pastaj që nga zona që vi unë, pjesa e melosit ka një veçori shumë të theksuar, është shumë e veçantë. Po, të gjitha zonat kanë veçoritë e veta, por flas për në lidhje me melosin, aty është pak më e theksuar, krahasimisht me zonat të tjera ku evidentohet vallja ose në zonat të tjera ku evidentohet kosmografia për shembull. Gjithashtu keni pasur bashkëpunimin tuaj me poetët, por pyetja ime për ju, I nderuar zoti Marsi, është që gjithashtu të tre komponentët në këngë kanë preferohet që ta quaja peshën e tyre, si tekstshkruesi ose poeti, si kompozitori dhe këngëtari. Por ju aktualisht punoni akoma dhe ndofta e dini edhe më mirë se mua këtë pjesë që si vlerësoni ju pikërisht që tekstet aktualisht të këngëve që ne po dëgjojmë sot
nuk e kanë këtë nivel letrar le ta quajmë, të cilit nuk mundet të përputhet edhe me veshin e dëgjuesit, pavarësisht se mund të jetë edhe kënga më e klikuar. Kjo përbën që mundet të quhet një vepër artistike? Është problem i kohës kjo, dhe kjo pyetja juaj është shumë e vërtetë. Thosha, është një debat goxha i gjerë, nëse do t'i futeshim edhe do t'a analizonim, domethënë do t'i bënim një skaner analitik kësaj pjese. Po gjithsesi, në vjet të përgjithshme është problem. Në qoftë se muzika, domethënë në një farë mënyre ka evoluar, por prap i ka ruajtur diku stilet e veta, konturat e veta, dhe është më, si më thënë, le të themi, më demokratike për të gjithë dëgjuesin, auditorin. Puna e teksteve është problem sepse teksti është fabula e këngës. Pra, teksti, le të themi, është gjua e këngës. Në qoftë se një njeri dëgjon një këngë, sigurisht në qoftë se do ta dëgjoj pa fjalë, pa tekst, ai po dëgjon një instrumentale, pra ajo nuk është këngë. Që të jetë këngë duhet të jetë e kënduar, që të jetë e kënduar duhet të ketë tekst, duhet të ketë fabull. Dhe duke i bërë të gjitha bashkë këto, pastaj shkojmë drejt një, le të themi, një krijimi estetikisht të bukur, të rregullt. Në qoftë se në përmbajtjen, në fabulën e një teksti, sepse poezia është një gjë e madhe dhe normalisht sa herë unë dëgjoja që thoshin për shembull që muzika X kompozitor dhe poezia nga X kompozitor, gati nuk isha dakord, sepse thjesht dhe vetëm ti duhet të shkruash tekst shkruesi, sepse ti thjesht ke bërë një tekst këngë, nuk ke bërë një poezi. Poezia është një zhanër, është një gjini pak më e gjerë, më e madhe se teksti një këngë. Kështu që për gjithë tekst shkruesit që kanë bërë tekste në vite, më thënë kjo puna e krijimtarisë sikur erdhi, u ngushtua, sa pastaj përfunduan, le të themi, përfundoi krijimtaria tek le të themi në dorën e një njeriu, pra ai bënte vetë, dikush mund të bëj vetë muzikën, mund të bëj vetë edhe tekstin, madje në kohët që po flasim bëjnë edhe aranxhimet, sepse teknologjia ka bërë vetën, edhe gjithkush merr përsipër që të bëj gjithçka. Në një këngë po flas në këtë rast. E kuptoj. Por mua kjo, le të themi, nuk është normale sepse do të çedoj diku. Në qoftë se ti ke një talent dhe je talentuar për të krijuar muzikë, për të aranxhuar një pjesë muzikore, kjo nuk do të thotë që ti ke talent të shfaqur edhe për të bërë edhe tekstin e një këngë. Po le ta pranojmë që edhe mund ta bësh, sepse gjithsesi kushdo mund të ketë një muzë, vin një muzë edhe diçka, një temë dhe edhe në letër dhe e bën. Por kjo nuk mund të ndodhi, kjo mund të jetë një rastësi, po nuk mund të ndodhi gjithmonë. Ky është problemi, sepse këtu pastaj shikon që në masë kërkojnë që t'i bëjnë gjitha, bëjnë muzikën, bëjnë tekstin, bëjnë aranxhimin, bëjnë interpretimin, marrin përsipër që dalin në skenë. Kjo pastaj është, këtu krijohet një problem dhe vjen puna që publiku le të themi përqafon atë që jepet, atë që i del në skenë, atë që i del në rrjetet sociale, atë që i shfaqet në YouTube. Dhe nuk është kaq kritik sa të filloj dhe të merret që është e dura apo është e pa dura. Ai thjesht e shijon, i pëlqeu, e dëgjon si pëlqeu, i bën skip edhe vazhdon dëgjon një gjë tjetër. Mirë, po ajo mbetet. Pra, le të themi në thonjza një farë dëmi e ka bërë. Ai le të themi ta quajmë krijim. Kështu që për mendimin tim jetojmë në një kohë shumë të vështirë, sidomos për tekstet. Ka humbur fabula, tekstet tashti mjafton që ti si tekstshkrues të përdorsh mjafton vetëm rimën, edhe vargu parë të rimoj me vargun e dytë, vargu tretë të rimoj me tjetrin, edhe kjo quhet tekst. Dhe nuk ka rëndësi dhe mund të përdorsh dhe 3 fjalë, që ato mund të jenë krejtësisht zhargon, të dua më do, po ndoshta s'dua ta banalizoj, por thjesht për të kuptuar, dhe përfundon teksti, e kupton? Po mirë, po të dua më do, janë thjesht 2 shprehi që mbajnë një botë brenda. Por për ta bërë estetikisht një krijim, ajo ka nevojë për tu konkretizuar në fjalë.
për të dhënë emocion brenda gjithçkaje që ti krijon, pra të ketë një emocionin e vet, të ketë një peshë emocionale. Prandaj fjala ka gjithmonë thonë ka një peshë emocionale, por kjo s'mjafton me një fjalë është një. Kështu që ky është një fenomen i dashur që është unë personalisht e kam kuptuar shumë mirë dhe nuk më vjen mirë që ndodh, por që kështu janë kohët, ky është realiteti, ky është tregu, sepse në fundit tash muzika ka hyrë në treg, dhe përderisa konsiderohet që unë duhet jem në treg dhe duhet ta shes produktin tim, po si shitet produkti shitet, si me thënë, ndoshta ndonjëherë mendohet që është ky që se sa të bësh filozofi nuk e kuptojnë gjithë, po njerëzit mund të kuptojnë atë gjën më të thjeshtë, po ajo gjë më e thjeshtë në fakt mund mos jetë fare thjesht, mund të jetë edhe banale. Por duke qenë banale, ajo bëhet virale pastaj. Edhe nga u bëra virale, merr klikime dhe ti bëhesh i famshëm, por se si dhe për çfarë bëhesh i famshëm, kjo pastaj është pyetje e madhe. Vetë për të dëshiruar. Ju i dëgjoni aktualisht këto këngë që kanë dalë kohëve të fundit, si për shembull se janë goxha vipa. Unë dëgjoj gjithçka sepse më intereson që të marr informacion mbi muzikën, mbi krijimet, patjetër, sepse është pjesë e fushës time, por a më pëlqejnë mua, pastaj kjo është pjesë tjetër, e kupton, sepse ndoshta janë preferencat e mia, por që i dëgjoj që të marr informacion patjetër për ditë. Në qoftë se unë si Mikele e nderuar do të vjen, do të dorëzoja një tekst i lindë për dëshiruar. Do bashkëpunoj me mua? Shiko, patjetër, po unë e ceka pak më përpara. Dakor. Se është ka gjëra që janë për pasion. Njerëzit bëjnë shumë gjëra për pasion. Edhe unë kam shumë qejf që të los futboll, kam lozur futboll për pasion, kupton, me shok, me miq. Pasoj kënaqesha kur bëja gola, kënaqesha, lumturohesha kur shokët e mi më thoshin bravo për qafonin, edhe luani me njëri tjetrin. Pra, kjo ishte një gjë pasion, edhe dikush tjetër mund të thoshte nëse do shkojmë të luajmë futboll, pra po tjetër që do shkojmë. Ose nuk e di, mund të jetë edhe një gjë tjetër, mund të jetë noti, mund të jetë një sport tjetër. Pra, edhe ju, në qoftë se do kishit kërkonit që të bëni një gjë për pasion dhe njeriu pse jo, mund të bëj për qef, le të themi një gjë, edhe ke nevojë për ndihmë, patjetër do të afroja kujdo, do t'ja afroja këtë ndihmë, duke ja redaktuar, duke ja ripunuar, ose duke dhe e drejtuar, në qoftë se ai kishte dëshirë që ta përfundonte, le të them atë miniatur vet. Por në qoftë se dikush thotë që do më thoshte që shiko, lexoj ose dëgjoj pak të këngën time, po kam 1, 2, 3 nga këto dhe më jep ose më dëgjoj pak si këndoj, ta them. Edhe më kujdo që a vlej unë, a s'vlej unë, a mund ta vazhdoj këtë rrugë, a mund mos ta vazhdoj këtë rrugë. Sigurisht në qoftë se për mendimin tim gjithmonë nuk do të shikoja tek ai parametra të cilat do të ishin atë nesër do ta bënin një interpret të mirë, do t'ja thosha që në fillim që shiko, ti mund të kesh aftësi të tjera për të bërë një punë tjetër, një profesion tjetër dhe jenë me mangësi të theksuara në drejtim të interpretimit, po themi apo të krimtarisë. Kështu që është më e mira sa je shpejt, sepse po ju fut kësaj pune dhe mbetesh vonë, pastaj nuk e kohë të rikuperosh. Kupton? Kështu që më mirë që në fillim. Kështu që patjetër që do ta bëja me këdo. Dhe e kam bërë, sa herë më është dashur rasti që më kanë pyetur apo më kanë kërkuar mendim. Nuk e bëra kot paralelizëm për vetë faktin se do kalojmë diku tjetër, pikërisht ku jo aty zotëroni statusin e territorit të ansamblit të këngëve dhe vallave popullore. Pak më erët gjatë intervistës, ju zoti Marsi më bët një citim ku theksuat që po devijohet pak nga muzika në të cilën pak si shumë është ngushtuar goxha rrethi. Dhe duke qenë se rrethi është ngushtuar, masa është ajo e cila jep klikimet dhe e vlerëson në pjesën se si ajo e dëgjon, nuk ka veshin e një kompozitori, sikurse mund të jeni ju ose veshin e një poeti që shkruan poezinë dhe të bëj analizë semiotike të tekstit. Por të rinjtë dhe të reja të sotëm janë më larg apo më afër tabanit popullor, pikërisht tek vlera e polifonisë
që ndahet polifonia pastaj në labe dhe polifonia toske? Shiko, koha që po jetojmë është shumë e vrushme, shumë dinamike. Sjell me vete është si punë atyre erave të oqeaneve që vinë edhe përplasen edhe përplasen në përpyje, përplasen në përmure, përplasen në ku dhe kthehen prapë mbas dhe krijojnë prapë dallë të tjera. Ky është fenomeni dhe koha jonë është e tillë. Tashti që t'i bjem drejt që të themi që rinia këtu është e apasionuar dhe është shumë e dhënë mbas folklorit, mbas traditës, ndoshta nuk do t'ishim shumë të saktë. Por që ka interes, është shumë e sigur që ka interes dhe madje këto vitet e fundit edhe unë vetë e kam detektuar që ka interes, është rikthyer interesi, sepse kanë qenë disa vite ku le të themi në tregun e muzikës shqiptare mbizotronte hip-hopi, R&B, këto rrymat përgjithsisht të adoleshencës apo të grupeve të cilat e kanë krijuar në Amerikë, është muzika e rrugës, siç është hip-hopi dhe mbizotroi edhe këtu mirë, po shikojmë që gradualisht edhe rinia këtu shumë të rinj në mas do të thosha që tregojnë interes dhe kjo duket për shembull kur shikon koncertet të muzikës tradicionale, të muzikës qytetare, të muzikës popullore, të këngëtarëve të caktuar, kur ti shikon publiku që një pjesë dërmuese e mirë është rini. Kjo për më së shumti unë e shikoj edhe në shfaqjet dhe në premierat e asamblit kombëtar. Është gati tashmë ka arritur një publik i dyzuar, pra i përgjysmuar midis një fashe moshe që është mbi të 40-tat e sipër dhe një pjesë moshe e cila përbohet nga 25 deri në 30 vjeç. Dhe jo vetëm që janë publik dhe interesuar, por publik që e shijon. E shijon këngën popullore, e shijon vallen, ju pëlqen koloriti i kostumeve, sepse i shikoj pastaj që në rrjetet sociale fillojnë edhe përdorin veshje të traditës tonë, madje bëjnë sfilata me to, goca të reja, çuna të rinj. Kjo tregon që vlerat që realisht përmbajnë në rrënjët tona, përmban tradita jonë, përmban trashëgimimet janë shumë të forta dhe rezonojnë, por rezonanca duhet që të jetë shumë e fortë dhe duhet të jetë shtyse, le të themi, për t'u përçuar tek të rinjt. Dhe kjo pastaj është detyrë le të themi e artistëve, e grupeve artistike, e njerëzve që kanë në dorë që të mundsojnë përqimin e të gjithë kësaj pjese tek të rinjt. Mund të ndodhi nëpërmjet shkollës, mund të ndodhi nëpërmjet kurseve të ndryshme, mund të ndodhi me festivaleve që krijohen nga muzika tradicionale për të rinj, edhe deri tek trajnimet e ndryshme apo si më thënë vullnetet e lirat ku çdo i ri mund të përfshihet si më thënë në mësimin e këngës popullore, të valles popullore e tjera. Mos ndoshta bota e vlerëson më shumë pjesën tonë kulturore me mjetet e saj, me veshjen, me folklorin, se sa e mund ta vlerësojmë ne atë, pasi duhet të theksoj zoti Marse që gjithashtu ju keni qenë para pak kohësh edhe me ansamblin e këngëve të valleve edhe në Londër që është e vërteta nuk ka shkuar ndonjëherë. Ka një shprehje popullore që thotë që ta di njeriu ta njohë njeriu veten se çfarë vlerash ka, do ishte kush e di kur do ishte edhe çfarë do të bënte. Ndoshta kjo vlen edhe për ne, domethënë që vetë ne jemi të vetëdijshëm se çfarë vlerash kemi, se çfarë vlerash përfaqësojmë dhe çfarë rrënjësh kemi në këtë rast, domethënë krenaria jon do ishte e shumë fisht. Megjithatë, aty ku kemi pasur mundësinë, shqiptarët, artistët, sportistët, grupe të ndryshme, interesi ku kanë mundësi që ta shpërfaqin traditën, artin shqiptar e kanë bërë dhe mendoj që e kanë bërë më së miri, sepse shqiptarët njihen për historinë,
në botë. Njihen për njerëz të mëdhenj, siç Skënderbeu, Nën Tereza e tjerë, por njihen edhe për traditën dhe për kulturën, dhe kjo nuk është një rastësi, sepse kjo është një vërtetim për të gjitha vlerat që ky komb mban, dhe janë tërësisht të veçanta, sepse realisht në katalogun e UNESCO-s janë disa, le të themi, veçori shpirtërore që vijnë nga trashëgimia jonë, siç është vallja, kthimi i tropojës, siç është xhubleta, siç është lauta, siç është transhumanca, siç është qytetet e Gurit, Berati, Gjirokastra, Miravjeçare, pra të gjitha këto së bashku është një listë tjetër e cila është përgatitur që së shpejti gradualisht shkallë mas shkallë mund të hyjnë edhe disa le të themi veçori, në këtë rast të shpirtërore të shqiptarit të trashëgimisë tonë, që mund të hyjnë në UNESCO. Pra, kjo e gjitha kjo hartë vërteton që kombi jon, përveç gjuhës, e cila është sigurisht që është unike dhe nuk, jo vetëm që s'ngjan, por nuk e gjën as në një leksik të asnjë vendi në botë, përveç se tek shqiptarët, ashtu si shumë gjuhë të tjera kanë lidhje urash midis vetes, shqipja është një gjuhë krejtësisht e veçantë, po kështu edhe folklori ynë është i veçantë, dhe për të shkuar pikërisht tek ajo që sapo më përmende, polifonia apo elemente të tjera të folklorit, sigurisht që polifoni shumë zërash është në Shqip, këndojnë edhe popujt të tjerë në Ballkan, këndojnë deri në vendet skandinave, këndojnë shumë zëshkore, që le të themi në Shqip. Por veçohet polifonia jonë e jugut, veçohet dhe është karakteristike dhe është unike në vetvete, për arsye sepse, le të themi, struktura e saj e përbërës është krejtësisht e veçantë. Pra, marsi, edhsi, kthysi, iso. Po kështu, le të themi, leitmotivi i këngëve polifonike është i tillë, melosi është i tillë, është shumë i kuptueshëm, që ka një, domethënë, është një, le të themi, një proces shpirtëror në rastet e veçanta kur është, le të themi, kohët e lashtësisë është kënduar polifonia në këtë rast shqiptare, ajo ka ardhur si derivat i kohës dhe i riteve të kohës, ka ardhur si nevojë, le të themi, e shprehjes së një vaj që mund të ketë ndodhur në atë kohë dhe populli, njeriu ka dashur që ta shpreh dhe ka shprehur në atë lloj mënyre, por mund të ketë pasur edhe një gëzim, ka lindur një njeri, atëre është dashur që ta shpreh po me të kënduar, por kjo ka qenë, le të themi, në mënyrën arkaike, mënyra e të kënduarit, dhe pastaj ka ardhur e trashëguar ndër breza, sigurisht që ka marrë pastaj gjatë rrugës, ka marrë ato plotësimet apo deviacionet që është krejtësisht normale që në çdo gjë, domethënë, të ketë sipas kohës, edhe konfigurohet në një lloj mënyre, por që polifonia jonë është e tillë. Polifonia jonë, le të themi, këndohet edhe pa fjalë, e kupton, thjesht me një shoqërim në unison të një të zërave, por mund këndohet edhe me fjalë. Mund ketë një tekst, siç e thash, vajtues, apo një tekst, le të themi, me një tematikë romantike, dashurie, ku njerëzit mund t'i shprehin dashuri njëri tjetrit, po është shprehur edhe me polifoni. Është e tillë, është unike dhe duhet jemi krenar për këtë veçori të shumë të vyer. Në Londër si u pritën kur shkuat me ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore? Në Londër na pritën shumë mirë, për mua është një kënaqësi e veçantë se, domethënë, unë si drejtuesi i ansamblit kombëtar, le të themi që shkruajtëm një mini histori të gjithë së bashku me gjithë kolegët e ansamblit, sepse përfaqësuam Shqipërinë për herë të parë. Ansambli shkonte në Londër, sigurisht që në Londër vënë dhe vinë artistë të ndryshëm shqiptar, ka koncerte pothuajse për ditë, duke përfshirë edhe muzikën tradicionale shqiptare, por ansambli si trup
më vete, nuk kishte shkuar dhe nuk kishte performuar asnjëherë, performuar në një sallë në Shaw Theatre ku kishte performuar le të themi deri Elton John. Ishte një sallë shumë e mirë, na pritën shumë mirë. Biletat si asnjëherë tjetër ishin një javë përpara, ishin të gjitha të mbyllura dhe të shitura, sold out shfaqja. Dhe ajo që na mbeti, si më thën koka mënjani, ishte që nuk kishim mundësi që shfaqjen ta jepnim edhe disa ditë në vazhdim për arsye të agjendës tonë që trupa duhet të kthehesh, që kishim në vazhdim në Tiranë. Por kjo hapi një rrugë tjetër, pasi së shpejti, jo më larg se në tetor, për pak kohë do të jemi në 2 shfaqje të tjera, po me ansamblin, ku do të jemi në Edinburgh të Skocisë dhe në Manchester. Të janë 2 lajme shumë të mira dhe ju falenderoj zoti Marsi që i bët publike këtu në podcastin tim. Desha të ndalesha pikërisht se pasi koha televizive nuk është se të premton shumë për hir të së vërtetës, dhe desha të ndalesha pikërisht në këto minuta që na kanë mbetur tek pjesa pikërisht tek polifonisë, tek fyjt e Gramshit, që gjithashtu janë bërë pjesë e filmit në kinematografinë e Hollywoodit. Jo, gjithashtu keni bërë dhe një status, një shkrim. Si keni vlerësuar ju pikërisht që fyjt e Gramshit dhe gjithashtu dhe klarinetisti Ervis Rapaj me notat e tij muzikore të klarinetës është bërë pjesë e filmit. Si vlerësoni? Pikëpari ishte një lajm shumë i bukur për gjithë komunitetin artistik, po pse jo për të gjithë shqiptarët, sepse është ngjarje, është lajm i mirë, është që, si më thon, trashëgimia jon, tradita jon, muzika jon të përfaqësohet deri në nivele kaq larta siç janë produksionet e Hollywoodit. Le të themi që ishte gati surprizë për të gjithë ky lajm, më këtë e dinin vetëm pak njerëz, që kompozitori ka ardhur në Shqipëri dhe ka regjistruar, kishte bërë le të themi një proces rutin, kishte dashur që të gjende instrumenta të vjetër, rapsod të vjetër, bartës, dhe për të marrë gjëra autentike, le të themi, kishte regjistruar, po askush ndoshta nuk e dinte që ato do të përfundonin realisht në muzikën e një filmi apo jo. Sepse në dijenin time pasi u informova, ai ka regjistruar edhe shumë gjëra të tjera të cilat sot nuk janë në film, por ka ruajtur dhe ka mbajtur dhe ka bërë shtrat të muzikës të kolonës zanore të filmit, pikërisht ato pjesë që ai ka menduar që janë të vlefshme dhe realisht ka menduar, le të themi, tamam si një profesionist i vërtet. Pikërisht ka evidentuar ato që unë e pash filmin, sepse më duhesh që ta shikoja filmin përpara se le të themi që t'jepja edhe unë mendimin tim, pa dashur që të bëj një analizë analitike të thellë, sepse në fundit aty përfshihet dhe historia dhe duhet që njeriu të jetë pak konkret në gjërat që thot, dhe nuk jam shumë dakord edhe me debatet që kanë vrullshëm, kanë shpërthyer në rrjetet sociale ku kushdo merr përsipër, domethënë me statuse në mënyra të ndryshme të flasi, po jam shumë i bindur që shumica nuk e kanë parë filmin fare, kupton? Edhe nisen nga ajo që shkruaj unë apo shkruan ti tjetri e merr, shkruan dhe shton 2 fjalë. Megjithatë kjo është, le të themi, punë e përditshme e komentuesve që merren me këtë punë. Ajo që unë ndjeva realisht dhe mendoj në lidhje me filmin dhe me muzikën ishte kjo që regjizori i ka kërkuar kompozitorit që ka dashur që të sjellë atmosferën e asaj periudhe, dhe duke dashur që të sjellë atë atmosferën e asaj periudhe, ndoshta e ka orientuar për mos të përdorur shumë tinguj të muzikës nga muzika klasike, instrumentat të muzikës klasike, por instrumenta sa më arkaik, për të sjellë në vëmendje dhe për të përshkruar të gjitha të periudhën, po flasim për periudhën e bronzit. Kështu që edhe instrumentat në muzikë, siç është dyjarja e Vendim Kapajt apo fyjt e Gramshit apo polifonia me ison e vet aty,
janë përshtjelluar kaq bukur në muzikë, shumë profesionalisht dhe rinë në shtratin muzikor të muzikës së filmit, si element solistik, evidentojnë shumë kollaj, edhe pse nuk ka një temë të caktuar në muzikë. Pra, le të themi, nëse do shikosh filmin dhe do dëgjosh edhe muzikën, në momentin që është ajo ISO, aty nuk ka fjalë, aty nuk ka një temë të caktuar muzikore, një valzim muzikor, por është vetëm një ostinato, një notë e mbajtur në ISO, por është shumë evidente, po kështu ndodh edhe me dyjaren, që ka pjesën e vet kur luan, ti sapo ajo fillon që të luaj, menjëherë e kupton që, domethënë që është një gjë që është e jotja. Kështu ndodh edhe me Fyet e Gramshit. Pra, janë element që janë vendosur në muzikën e filmit, edhe pse janë për të krijuar efekt në këtë rast, efektin e kohës të periudhës që po vetë fjalë, ata evidentojnë shumë bukur si element solistik, dhe kjo është një veçori pikërisht e karakteristikave të këtyre elementëve, të fyllit, të dyjares, të polifonisë në këtë rast. Kështu që edhe kompozitori, edhe pse i ri në moshë, Goranson, sigurisht duhet jetë, si më thënë, jo duhet jetë, po është në këtë rast një muzikant shumë i talentuar, i cili me shumë sqim i ka përdorur ato duke e dhënë të gjithë, domethënë duke përjashtuar kohën, sepse po flasim në një kohë e cila nuk ka pasur kufi, e kupton aty, në një kohë ku barinjt, le të themi, kishin atë fyllin në dorë, edhe këmborët e baktive dhe lëvizin nga mali në mal, nga vendi në vend, nga kraina në krain, e tjera, dhe ti nuk e kupton realisht se ku zhvillohet, si më thënë, ngjarja përveç se kohës. Kështu që të dy së bashku, dhe regjizori edhe kompozitori, e japin në film më së miri këtë ide, pa përfshirja e simbioza e muzikës në këtë rast, e kolonës zanore, me kohën, me filmin, me gjithë vizualitetin, sigurisht edhe me historinë e Odiseut dhe gjithë narrativën e tij, gjithë kalvarin e vuajtjeve që ai përshkruan për të gjetur atë shtëpinë dhe itakën e vet. Mendoni se vlera e polifonisë ka rritur pikërisht atë pjedestal që duhet të ishte? Shiko, do të veçoj edhe një gjë të bukur. Përpara disa muajsh, në skenën tonë të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, me ansambllin kombëtar, dham një premierë që unë e kisha titulluar Mrekullitë e Arbërisë. Një nocion pak më i gjerë, arbëria e madhe, përfshirja e shumë krajinave. Dhe pikërisht ftova në këtë shfaqje, në këtë premierë, Vendim Kapaj, me cyllën e tij, i cili performoi një pjesë shumë të bukur të kompozitorit Aulo Naçi. Kisha të ftuar Fyet e Gramshit, si nuk i kishin pasur asnjëherë në ansambël. Por unë i evidentova kur ula dhe bëra si me thënë, në konceptin tim artistik të shfaqjes, se çfarë duhet të thosha unë tek Mrekullitë e Arbërisë. Kush janë Mrekullitë e Arbërisë? Mund ta bënte pyetje një moderator, dhe pikërisht unë vendosa këto: grupin polifonik, Fyet e Gramshit, Culën e Vendimit, Lahutën, Kcimin e Tropojës, Kaban e Jugut, e cila për mendimin tim shumë shpejt edhe ajo mund të bëhet pjesë e listës së UNESCO, sepse është një veçorim vete. Pra, të gjitha këto i bëra së bashku në një skenë, një mbrëmje që ishte spektakolare, le të themi. Dhe si le të themi, si një lajm i bukur, kur pash që pikërisht Cyrla, Fyet e Gramshit, që ishin pak muaj më përpara në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, kishin përfunduar në soundtrackun dhe në muzikën e filmit të Goransonit, një film i Hollywoodit. Dhe thash, sa mirë, këta njerëz, këta bartës, këta talente, këta mjeshtra, ne i kemi midis nesh. Dhe është, le të themi, qëllimi i mirë për t'ju dhënë skenën, sepse her pas here ata duhen ngjitur në skenë për t'i vendosur në vëmendjen e njerëzve, dhe për t'ju thënë që o njerëz, shikoni, këto janë rrënjët tona, dhe janë rrënjë shumë të forta.
Kështu që le t'i mësojmë të gjithë, le t'i bëjmë të gjithë pjesë të ditës tonë, pjesë të vetes tonë, t'i shijojmë në fundit. Kështu që mendova që realisht kisha bërë një gjë të bukur dhe më erdhi mirë për gjithë kolegët edhe për veten që kjo shfaqje, si më thënë, kishte qenë një augur i mirë për përqimin, le të themi, të traditës, pastaj edhe të këtyre elementeve të veçantë deri në majat e Hollywoodit. I dashur, unë të falenderoj që ditën e sot me ju pranuat ftesën dhe bëj një bashkëbizetim të këndshëm. Unë jam shumë i privilegjuar që ju kam të pranishëm ende në këtë podcast, pasi edhe podcasti ruhet, dokumentohet në YouTube, mbetet aty. Jam shumë i privilegjuar, të falenderoj përzemërsisht shumë. Por unë pak kohë më parë në podcastin tim këtu në Dritare Televizion kam pasur të ftuar Fiqeret e Kapaj. Ishte pikërisht tek ai organizim që ju keni bërë. Po. Unë jam i sigurt që ju nuk e keni ndjekur podcastin dhe Fiqeretja ju ka bërë një falënderim pikërisht dhe thotë që falenderoj drejtorin e këngëve dhe valleve, të ansamblit të këngëve dhe valle popullore, që na bëri të larmishmëri, që na ftoi të gjithë se po bënim shumë vite, thotë Fiqeretja, që ose Fiqja, sikurse ju e thrisnin në rrethin tuaj, që ne nuk ishim parë me njëri tjetrin. Fiqja madje thotë që ne edhe kemi lotuar kur kemi parë njëri tjetrin se sa ishim lakur, e thotë. Të më japësh vetëm 2 minuta kohë, sepse kjo realisht edhe për mua është, domethënë, më krijon një emocion të veçantë, sepse më vin déjà vu, më vin ato imazhet, më vin komplet ajo kohë që kemi kaluar, që nuk ka është shumë shpejt ashti, së bashku me këta, le të themi, me këta personalitete të artit, jo thjesht artist, jo thjesht interpret. Po në momentin që kisha kohë që e mendoja sikur t'i bëja brezat bashkë në skenë, mirë, po për arsye të ndryshme të kalendarit artistik apo të mundësive, se disa janë jashtë, disa janë të pamundur, ngushtohesha, domethënë, prit edhe pak, pastaj e gjeta atë mundësinë time dhe thash do ta bëja, propozova drejtorit të përgjithshëm zotit Naçi, ja shkova që kështu kam në mend që të bëjmë projekt, ai shumë dashamirës, një njeri shumë me shumë kulturë, me shumë diapazon, e mirëpriti, ishte shumë bashkëpunues për të gjithë këtë, le të themi, vepër që e bëm së bashku, dhe pastaj fillova nga puna me detaje, duke thirrur artistët një nga një, erdhën, arritën deri aty sa ata me njëri tjetrin, pastaj filluan që të lajmëronin njëri tjetrin, shiko se do bëhet një kështu, do bëhet një event totalisht për brezin tonë e tjera, lajmëron një tjetrin dhe befas, unë kisha përshkruar që mund të ishin rreth 20, 25, 20, u bën shumë, filluan do vi dhe unë, dhe me sipërmarrje kështu personale, me thënë drejtën më bë shpirti mal. Erdhën të gjithë, kemi jetuar, jo kemi bërë prova, po kemi jetuar, domethënë, një javë shumë intensive, po shumë të bukur. Secili tregonin, unë që isha gjithmonë i vëmendshëm tek ato që thoshin, sepse më ndihmojnë edhe mua si drejtues, po gjithë kolegët për të pasur jo vetëm një njohuri të konkrete mbi gjithçka ka ndodhur, por edhe për vazhdimsinë. Edhe ata ishin roman, secili thoshte një gjë dhe ti duhet të përqendrohesh, duhet ta konceptoje atë që thoshte, sepse ajo realisht kishte vlerën e vet. Kështu që arritëm deri aty sa pastaj befas dikush erdhi tha, po mirë, unë nuk e kam mundësinë, tha mund të jem në korp, për shembull një performance, apo dikush thoshte që mos më ingranoni që të kërcej një valle solistike, po të jem aty. Mbasi pa njëri tjetrin pas 2-3 ditësh në prova, filluan kërkesat që dua të kërcej dhe unë solist, dua të këndoj dhe unë. Nuk u prishëm asnjërit, i dham skenën sepse realisht nuk ishte puna, sepse neve po ju bënim, le të themi, nder atyre. Ata po neve thjesht po i vlerësonim, po i risillim në atë skenë të cilën kishin vite, dhe ka marrë urime pafund prej tyre dhe ju kam premtuar, të cilën është një gjë të cilën do ta çoj, premtim që do ta çoj deri në fund, sepse në këtë vit që hym, në 2027-ën, Ansambli Kombëtar bën 70 vite jetë. Pra, le të themi, feston atë 70 vjetorin, edhe kjo 70 vjet është edhe si numër i bukur, kështu kur thot njeriu 70 vjeç. Edhe kemi së bashku me drejtorin e përgjithshëm zotin Naçi, kemi menduar që të bëjmë një
projekt shumë të madh në lidhje me Asambli dhe ky jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, sepse Asambli faktikisht kombëtar i viteve që kur është krijuar deri më sot është i gjithëve, është i gjithë kombit, prandaj mban titullin Asambli kombëtar nderi i kombit. Kështu që kemi menduar që për ditë të tëra të bëjmë një maraton, le të themi, koncertesh, duke filluar nga qytetet e Kosovës, po e gjithë trupa, më thënë Brezi që ka qenë më përpara, Brezi që është i tanishëm dhe Brezi i tretë që janë të rinj që aspirojnë për të bërë artistët e së ardhmes. Dhe, si me thënë, të nisi me Pejen, me Gjakovën, me Gjilanin, me Prishtinën, me Tetovën, me Shkupin, me Ulqinin, me Arbëreshët që janë në Itali dhe një natë gala të përfundojnë në Tiranë. Pra, le të themi ky është objekcioni jonë për të krijuar një 70 vjetor shumë të bukur për të themi për ta vendosur aty dhe për ta lënë aty në memorien e Asamblit, sepse realisht Asambli kombëtar është një trup artistike, por përveç se një trupe është, le të themi, një grup shumë i veçantë, i cili përfaqëson këtë vend me një pasaport artistike kombëtare kudo ku shkon. Pra, në qoftë se sporti, kombëtarja jonë e sportit, vesh fanerën tonë kuqezi dhe të gjithë shqiptarët janë të apasionuar dhe janë tifoza dhe bëjnë tifo në maksimum, ashtu siç bëjmë të gjithë për kombëtaren, i tillë është edhe Asambli në fushën e traditës. Pra, të njëjtat vlera ka kudo që shkon. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë që e pranot ftesën, po ja u citoj përsëri. Jam shumë privilegjuar edhe ju uroj shumë suksese dhe mbare mirë, siç themi ne, në organizimin e 70 vjetorit të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore. 70 vjetori është vitin tjetër, përpara kemi një kalendar shumë të ngjeshur, fillojmë direkt mbas sezonit veror tash në gusht, në që jemi në 7-8 qytetet kryesore të Shqipërisë, ku do të shkojmë aty ku publiku është, ku turistët janë, në sheshet kryesore të qyteteve. Pastaj kemi një tur që prej 5 koncertesh që do të jetë në Itali. Pastaj, siç thash, në tetor do të jemi në Skoci, pastaj do të jemi në Manchester dhe në festat e nëntorit do të kemi një premier, le të themi siç quhen premierat botërore për të parë, një etnomuzikal i cili do të vendoset në fund të nëntorit. Pas keni shumë punë përpara dhe ju falenderoj që jetët pikërisht kohën për të qenë pjesë në podcastin tim. Të falenderoj përzemërsisht shumë. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të podcastit dhe për këtë të shtunë, ku unë ju ftoj që të qëndroni dhe të na ndiqni edhe të shtunën e ardhshme orën 18:00, pasi do të jetë podcasti i fundit për këtë sezon. Ju falenderoj, ku gjithashtu ju kujtoj të bëni dhe subscribe në kanalet tona të YouTube-it, të Rutina Xhungës dhe të Dritare Televizion. Faleminderit.